Po, faleminderit shumë për përmbledhjen që e bërët, ishte saktësisht ajo çfarë ne si 12 organizata të shoqërisë civile kemi kërkuar. Ditën e djeshme kemi dorëzuar një letër tek krerët kryesor të institucioneve të Bashkimit Evropian, përkatësisht tek presidenti i Këshillit Costa, presidentja e Komisionit Evropian von der Leyen dhe tek përfaqësuesja Eduard Kallas. Qëllimi i letrës sonë është kërkesa për heqjen imediate dhe të plotë të masave të mbetura karshi Kosovës. Në letër kemi theksuar shqetësimin tonë mbi ndikimin negativ që këto masa kanë pasur për Kosovën në këto 2 vite. Dëshiroj të rikujtoj se masat janë vendosur në qershor 2023-s përmes një deklarate të cilës i ka pasuar pastaj një marrëveshje për deeskalim me cila u arrit në Bratislavë në muajin korrik të atij viti, dhe kërkesat kryesore brenda kësaj marrëveshje ishin 3. Para ishte ulja e përqindjes së prezencës policore përreth komunave në veri të vendit, dhe e dyta ishte ofrimi i parakushte për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe rikthimin e mundësisë për votim të qytetarëve serb në komunat veriore të Kosovës dhe natyrisht normalizimi i marrëdhënieve mes 2 shteteve. Në letrën tonë ne kemi argumentuar që këto masa që atë kohë janë konsideruar, le të themi, edhe të përkohshme edhe të kthyeshme, kanë rezultuar që nuk janë të tilla dhe parakushtet mbi të cilat ose arsyet mbi të cilat janë vendosur këto masa, ne kemi konsideruar se tashmë janë ezauruar dhe rrjedhimisht kjo kërkesë e jona vije pikërisht është e ndërtuar mbi këto argumente. Dhe po shpresojmë që të kemi një përgjigje. Ne kemi marrë një konfirmim që letra jonë ka arritur në adresat e udhëheqësve të Bashkimit Evropian dhe posa të kemi ndonjë përgjigje natyrisht se do e bëjmë publike. Qartë, do të kalojmë njëherë tek zoti Berisha, po Njomza kam edhe një pyetje tjetër. Si kanë ndikuar këto masa, këto sanksionet Bashkimit Evropian në shoqërinë atje në Kosovë? Ju thatë se ka një lloj demotivimi apo jo në të gjitha strukturat e shoqërisë në Kosovë pas këtyre sanksioneve, pas këtyre masave? Absolutisht, ne konsiderojmë që masat e Bashkimit Evropian kanë pasur një ndikim shumë dimensional. Përtej ndikimit financiar dhe ndikimit diplomatik, le të themi, kanë sfiduar në një farë mënyrë ani pse nuk kanë kthyer besimin qytetarëve, mirë po ka pas një farë lloj hezitimi mbi rrugën ose aspiratat evropiane të qytetarëve të Kosovës. Pastaj, nëse flasim për ndikimin financiar, ne veç kemi raporte tashmë ulëmtime të bëra nga organizata partnere që flitet që rreth 650 milion mund të shkoj shuma e cila është pezulluar si pasojë e këtyre masave, kurse rreth 7 milion të tjera fatkeqësisht janë humbur për shkak të tejkalimeve të afateve. Pra, përtej aspekteve financiare dhe aspekte diplomatike, sepse masat, ju e dini, kanë stopuar edhe takimet në nivelet të larta diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian ndër të tjera, si dhe nën komitetet e MSA-s për një kohë shumë të gjatë, kanë pasur një ndikim të thellë në të gjitha reformat në Kosovë, përfshirë arsim, sundim ligjit, funksionim të mirëfillt të shoqërisë civile, por edhe reformave të tjera që janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e Kosovës, më tutje në rrugën e saj në integrim. Qartë.